sekuestrimi me konfiskimin janë dy gjëra krejtësisht të ndryshme. Deri tani, fjala më e përdorur nga Spaku është sekuestrim. Sekuestrim ka bërë trut dhallë shqiptarëve që edhe mendojnë, idiotët mendojnë që sekuestrim do të thotë që ja merr, nuk ja merr me sekuestrim. Sekuestrimi është derisa mbarojnë hetimet. Në fund fare një vendim gjykate është paf, lirohen pasuritë, edhe ata i gëzojnë pasuritë e vjedhura dhe i legalizojnë. Sepse thonë jemi të hetuar, nuk na I mori dot drejtësia se I kishëm të lishme, edhe të marrësh 40 milion euro e trishja 2-3 vjet në përgjigje është asnjë gjë fare, sepse siguron breza. Kështu që kush I ha këto, pas në qa veten e vet. Po kështu është historia me Spakun.